Truri është organi më kompleks dhe më misterios në trupin e njeriut. Ai peshon rreth 1.3 deri në 1.5 kg, por kontrollon çdo gjë që ti je. Mendimet, emocionet, kujtimet, vendimet dhe çdo lëvizje që bën, madje edhe ato për të cilat nuk je i vetëdijshëm. Nëse zemra është motori i jetës, truri është drejtuesi absolut i saj. Por çfarë bën trurin kaq të fuqishëm? Si arrin ai të përpunojë miliarda informacione në sekond dhe të marrë vendime që ndikojnë gjithë jetën tënde? Në këtë pjesë të parë do të zbulojmë mekanizmat e fshehtë që e bëjnë trurin komandantin e trupit. 1. Truri, qendra e kontrollit absolut. Imagjino trupin si një qytet të madh. Në këtë qytet çdo organ ka një rol. Zemra pompon, mushkërit marrin oksigjen, stomaku tret ushqimin. Por pa një qendër komanduese, gjithçka do të ishte kaos. Kjo qendër është truri. Ai merr informacion nga çdo pjesë e trupit përmes rrjetit nervor dhe vendos menjëherë çfarë duhet bërë. Kur prek diçka të nxehtë, nuk mendon truri, dërgon menjëherë sinjal për të tërhequr dorën. Kur ndihesh i friksuar, ai aktivizon reagimin lufto ose ik. Ky proces ndodh në milisekonda. 2. Si komunikon truri me trupin? Truri nuk flet me fjalë, ai përdor impulse elektrike dhe kimike. Brenda tij ndodhen miliarda qeliza të quajtura neurone. Çdo neuron është si një tel elektrik që dërgon sinjale. Kur këto sinjale kalojnë nga një neuron te tjetri, krijohen mendimet, emocionet dhe veprimet. Ky komunikim ndodh përmes substancave kimike të quajtura neurotransmetues. Disa nga më të rëndësishmit janë: dopamina lidhet me kënaqësinë dhe motivimin. Serotonina ndikon në humor dhe qetësi. Adrenalina aktivizon reagimin ndaj stresit. Kjo është arsyeja pse një mendim mund të bëjë të lumtur ose të friksuar brenda sekondave. 3. Vendimarrja e iluzion apo kontrolli i vërtet. Shumë njerëz besojnë se marrin vendime në mënyrë të vetëdijshme, por e vërteta është më interesante. Truri shpesh vendos para se ti të bëhesh i vetëdijshëm për vendimin. Studime të ndryshme kanë treguar se aktiviteti në tru ndodh disa sekonda përpara se një person të thotë vendosa ta bëj këtë. Kjo do të thotë se nënvetëdia luan rol shumë më të madh se sa mendon. Pra, a ke kontroll të plot mbi vendimet e tua? Po, por jo gjithmonë. Truri përdor përvoja të kaluara, emocione dhe instinkte për të marrë vendime të shpejta. Kjo është arsyeja pse ndonjëherë ndjen instinkt pa e ditur pse. 4. Dy sistemet e mendimit. Truri operon në dy mënyra kryesore. 1. Mendimi i shpejt, instinktiv, automatik, emocional, i menjëhershëm. Shembull, kur frenon makinën pa pritur. 2. Mendimi i ngadalt, logjik, analitik, i vetëdijshëm. Merr kohë. Shembull, kur vendos për një investim ose një vendim të rëndësishëm në jetë. Problemi është se shumicën e kohës njerëzit mbështeten tek mendimi i shpejt, dhe kjo mund të çojë në gabime. 5. Truri dhe emocionet, kush komandon? Shpesh mendojmë se jemi racional, por në realitet emocionet kanë një ndikim të madh në vendimarrje. Një pjesë e trurit, e quajtur sistemi limbik, kontrollon emocionet, ndërsa korteksi prefrontal merret me logjikën dhe analizën. Kur je i zemëruar, i friksuar ose i dashuruar, sistemi emocional merr kontrollin dhe fik pjesërisht logjikën. Kjo është arsyeja pse thua gjëra që i pendohesh, merr vendime impulsive, ndihesh i bllokuar në situata stresuese. Truri nuk është gjithmonë racional. Ai është i programuar për mbijetesë. 6. Fuqia e nënvetëdijes. Rreth 90% e veprimeve të tua kontrollohen nga nënvetëdia. Ajo ruan zakonet, kujtimet, besimet, modelet e sjelljes. Kur bën diçka vazhdimisht, truri e kthen në automatizëm. Kjo është arsyeja pse mund të ngasësh makinën dhe të mos kujtosh rrugën që bëre. Por këtu fshihet edhe një sekret i madh. Nëse programon nënvetëdije me mendime negative, ajo do të ndikojë vendimet e tua pa e kuptuar. 7. Si ndikon truri në realitetin tënd? Truri nuk sheh realitetin ashtu siç është, ai e interpreton atë. Dy persona mund të përjetojnë të njëjtën situatë, por ta shohin ndryshe. Sepse truri filtron informacionin bazuar në besimet, përvojat, emocionet. Nëse beson se do të dështosh, truri do të kërkoj prova për ta konfirmuar këtë. Nëse beson se mund të fitosh, ai do të fokusohet tek mundësitë. Pra, realiteti yt është pjesërisht krijimi i trurit tënd. 8.
Truri dhe zakonet, programimi i jetës. Çdo zakon që ke është një program në tru. Fillimisht kërkon përpjekje, pastaj bëhet automatik. Ky proces quhet neuroplasticitet, aftësia e trurit për të ndryshuar dhe përshtatur. Kjo do të thotë, mund të ndryshosh mënyrën si mendon, mund të krijosh zakone të reja, mund të heqësh zakonet e këqija, por kërkon përsëritje dhe disiplinë. 9. Energjia e trurit dhe vendimet. Truri konsumon shumë energji. Për këtë arsye, ai përpiqet të kursejë energji duke marrë rrugë të shkurtra. Këto rrugë quhen heuristika, vendime të shpejta bazuar në eksperjenca. Shembull, gjykon një person në sekonda. Merr vendime pa analizë të plotë. Kjo është praktike, por jo gjithmonë e saktë. 10. Sekreti i madh. Ti mund ta trajnosh trurin. Pavarësisht kompleksitetit të tij, truri nuk është i pandryshueshëm. Ai mund të trajnohet. Si? Duke ndryshuar mënyrën e të menduarit, duke kontrolluar emocionet, duke krijuar zakone të reja, duke ushtruar mendjen, lexim, mësim, fokus. Sa më shumë e përdor në mënyrë të vetëdijshme, aq më i fortë bëhet. Truri nuk është thjesht një organ, është arkitekti i jetës tënde. Ai vendos si reagon, si mendon dhe çfarë zgjedh çdo ditë. Por pjesa më interesante ende nuk ka ardhur. Jo vetëm që truri merr vendime në mënyrë automatike, por ai edhe ndikohet dhe manipulohet çdo ditë, shpesh pa e kuptuar fare. 1. Si manipulohen vendimet e tua? Mendon se zgjedh vetë çfarë blen, çfarë mendon apo këndjek. Jo gjithmonë. Truri yt ndikohet nga ngjyrat, klingujt, fjalët, ambienti, njerëzit përreth. Kjo ndodh sepse truri kërkon rrugë të shpejta për të marrë vendime. Shembull i thjesht, kur sheh një ofertë limitetime, truri aktivizon ndjenjën e urgjencës dhe frikës për të humbur mundësinë. Kjo quhet fear of missing out, FOMO. Pra nuk blen sepse ke nevojë, por sepse truri yt është shtyr drejt vendimit. 2. Rrjetet sociale dhe kontrolli i trurit. Platformat sociale janë ndërtuar për të kapur vëmendjen tënde. Çdo like, koment, lëftim, aktivizon lirimin e dopaminës, hormoni i kënaqësisë. Sa më shumë dopamin, aq më shumë dëshirë për ta përsëritur veprimin. Kjo është arsyeja pse kontrollon telefonin pa arsye. Humb orë të tëra duke scroll. Ndihesh i varur. Truri nuk dallon mes kënaqësisë reale dhe asaj digjitale. Për të, është e njëjta ndjenjë. 3. Iluzioni i kontrollit. Një nga sekretet më të mëdha të trurit është ky. Ti mendon se ke kontroll, por shpesh je në autopilot. Shumica e veprimeve të tua janë reagime automatike, modele të përsëritura. Shembull, zgjohesh, kontrollon telefonin, pi kafe, bën të njëjtat gjëra çdo ditë. Kjo nuk është zgjedhje aktive, është programim. 4. Si ndikon ambienti në mendjen tënde? Truri është shumë i ndjeshëm ndaj ambientit. Nëse rrethon veten me njerëz negativë, mendimi yt bëhet negativ. Njerëz të suksesshëm, rrit ambicien. Kaos, ndihesh i stresuar. Qetësi, përqendrohesh më mirë. Truri përshtatet me atë që sheh çdo ditë. Kjo është arsyeja pse ndryshimi i ambientit shpesh sjell ndryshim në jetë. 5. Truri dhe frika, mekanizmi i mbijetesës. Frika nuk është armik, është sistem mbrojtës. Kur përballesh me rrezik, truri aktivizon rritjen e rrahjeve të zemrës. Adrenalin. Fokus ekstrem. Problemi është se sot truri reagon njësoj edhe ndaj kritikave, dështimeve, situatave sociale. Pra, edhe kur nuk ka rrezik real, truri sillet sikur ka. Kjo të mban në zonën e rehatisë. 6. Si të marrësh kontrollin mbi trurin. Lajmi i mirë, mund ta kontrollosh, por jo duke luftuar me të, duke e kuptuar. Ja disa teknika praktike. 1. Vetëdia, RNS. Fillo të vëzhgosh mendimet e tua. Pyet veten, a është kjo zgjedhja imja apo një zakon? 2. Ndalo përpara reagimit. Mos reagoni menjëherë. Jepi vetes 5-10 sekonda. 3. Ndrysho inputin. Çfarë sheh, dëgjon dhe lexon ndikon drejt për drejt në trurin tënd. 4. Krijo zakone të reja. Përsëritje, kohë, programim i ri. 7. Fuqia e fokusit. Ku shkon vëmendja, shkon energjia. Nëse fokusohesh tek
Problemet rrit stresin. Zgjidhjet rrit produktivitetin. Truri nuk mund të fokusohet në shumë gjëra njëkohësisht. Ai ndjek atë që ti jep rëndësi. 8. Vendimarrja e zgjuar. Për të marrë vendime më të mira. Mos vendos kur je emocional. Analizo faktet, jo ndjenjat. Jep kohë trurit të përpunojë informacionin. Shkruaj opsionet. Kjo aktivizon pjesën logjike të trurit dhe ul ndikimin e emocioneve. 9. Sekreti final. Programo mendjen tënde. Nëse nuk e programon vetë trurin, dikush tjetër do ta bëjë për ty. Media, reklamat, njerëzit të gjithë ndikojnë në mënyrën si mendon, por ti ke fuqinë ta ndryshosh këtë. Çdo mendim që përsërit bëhet besim. Besimi bëhet veprim. Veprimi bëhet rezultat. Mbyllje e pjesës 2. Truri është arma më e fuqishme që ke, por edhe rreziku më i madh nëse nuk e kontrollon. Ai mund të të çojë drejt suksesit, ose të mbajë të bllokuar gjithë jetën. Dhe tani që e di këtë, lind pyetja më e rëndësishme. Apo e kontrollon ti trurin, apo ai po të kontrollon ty? Por në këtë pjesë finale do të mësosh diçka edhe më të fuqishme. Si ta programosh trurin që të punoj për ty, jo kundër teje. 1. Truri nuk është fiks, ai mund të riprogramohet. Shumë njerëz besojnë se janë kështu si janë. Jam dembel. Nuk jam i zgjuar. S'kam disiplinë. Por kjo nuk është e vërtetë. Truri ka një aftësi të jashtëzakonshme të quajtur neuroplasticiteti. Kjo do të thotë se mund të krijosh lidhje të reja nervore. Mund të ndryshosh mënyrën si mendon. Mund të ndërtosh versione të reja të vetes. Pra identiteti yt nuk është i fiksuar. Ai ndërtohet. 2. Fuqia e mendimeve, fillimi i çdo ndryshimi. Çdo gjë fillon me një mendim. Porja sekreti. Truri nuk dallon gjithmonë mes reales dhe asaj që imagjinon. Nëse mendon vazhdimisht, do dështoj, truri përgatitet për dështim. Doja dal, truri kërkon mënyra për sukses. Kjo është arsyeja pse njerëzit e suksesshëm përdorin vizualizim, mendim pozitiv të kontrolluar, fokus të qëllimshëm, sepse ata nuk presin realitetin e krijojnë atë në mendje fillimisht. 3. Teknike fuqishme, vizualizimi. Vizualizimi nuk është thjesht imagjinat, është stërvitje për trurin. Kur imagjinon një sukses, aktivizohen të njëjtat zona të trurit si në realitet. Truri fillon ta konsiderojë atë si të mundshëm. Rritet besimi dhe motivimi. Shembull, një atlet që imagjinon fitoren përmirëson performancën reale. Ti mund ta përdorësh këtë për karrierë, biznes, jetë personale. 4. Si të thyesh zakonet e këqija. Zakonet nuk zhduken, ato zëvendësohen. Truri funksionon me një cikël. Sinjal, veprim, shpërblim. Shembull, stres, han ushqim të pashëndetshëm, ndihesh më mirë për momentin. Për ta ndryshuar, mbaj të njëjtin sinjal. Ndrysho veprimin. Ruaj shpërblimin. Pra, stres, ecje, sport, ndjen qetësi. Ky është hacku i trurit. 5. Disiplina, sekreti i vërtet. Motivimi është i përkohshëm. Disiplina është sistem. Truri pëlqen komfortin, rutinën, kursimin e energjisë. Kjo është arsyeja pse shtyn gjërat për nesër. Zgjedh rrugën më të lehtë, por kur krijon disiplinë, truri përshtatet. Veprimet bëhen automatike. Rezultatet përmirësohen. Fillimi është i vështirë, por pastaj bëhet normale. 6. Fokus i thellë, superfuqia moderne. Në një botë plot shpërqendrime, fokusi është fuqi. Truri yt humbet energji çdo herë që kontrollon telefonin, ndërpret një punë, kalon nga një detyrë në tjetrën. Kjo quhet attention switching dhe ul performancën. Për të fituar fokus, puno pa ndërprerje 30-60 minuta. Largo distraksionet. Përdor metoda si Deep Work. Sa më shumë fokus, aq më shumë rezultate. 7. Gjumi reset i trurit. Shumë e nënvlerësojnë gjumin, por gjatë gjumit, truri përpunon informacionin, konsolidon kujtimet, pastron mbeturinat neurologjike. Pa gjumë, vendimet bëhen më të dobëta, emocionet bëhen më të forta. Fokusi bie. Pra, nëse do një tru të fort, fillo me gjumin. 8.
Si të rrisësh inteligjencën mendore? Inteligjenca nuk është vetëm talent, është trajnim. Mund ta zhvillosh duke lexuar çdo ditë, mësuar gjëra të reja, zgjidhur probleme, dal nga zona e rehatisë. Sa më shumë sfidon trurin, aq më shumë rritet. 9. Sekreti final. Kontrollo mendjen, kontrollo jetën. Në fund të gjithçkaje, një vërtet mbetet. Jeta jote është reflektimi i mënyrës si mendon. Nëse kontrollon mendimet, kontrollon emocionet. Kontrollon emocionet, kontrollon veprimet. Kontrollon veprimet, kontrollon rezultatin. Dhe gjithçka fillon nga truri. Mbyllja finale. Truri nuk është thjesht një organ, është sistemi që ndërton realitetin tënd. Ai mund të mbajë të bllokuar në frikë, zakone dhe kufizime, ose mund të çojë drejt suksesit, disiplinës dhe fuqisë mendore. Dallimi është vetëm një: asgjë ta përdorësh apo ta lësh të përdor ty.